Ajo që kam kalon për shtipje, kove të fundit, dhe shqiptarë të ekzistojnë dy rrymat fort. Në për media dhe në opinionin publik. Një rrymë është pra qeverisë, rryma tjetër është kundra qeverisë. Pas takimit tim me kryetarin e Bashkimit Demokratik dhe ke ndonë një mendim të njëjtë se kur të gjithë shqiptarë, si Tim Shkupi, Feja, Shqiptarit për shqiptaria dhe unë jam xhamati i imamit shqiptarë, unë jam imami i parë. Imami i parë i shqiptarëve, mësën i dyti më të më kam Prishtinën, Tiranë. Dhe shohim, pastaj, jo përshëndesim. U ponë se dulën si për faqet të gjitha agenturat që punojnë për shërbimet e huaja. Dhe qëllimi i vizitës time të Selia BDI-s që në kjo, mi nxjerrën si për faqet të gjitha agenturat e huaja. Dhe unë po ju tham, haptazi, nëse fiton Tim Shkupi dhe shokët e Tim Shkupi, jo keni mu dobu ose në Serbi ose në Turqi, ose keni mu denu me bërë përjetëshëm.